Tensionet në fshatin Çorav të Pogradecit janë përshkallëzuar pas vendimit të Këshillit Bashkiak për të dhënë me qira 34 hektar tokë pranë zonës për ndërtimin e një parku fotovoltaik. Banorët e zonës e kanë quajtur këtë vendim të padrejtë dhe korruptiv, duke akuzuar drejt për drejt Kryebashkiakun Ilir Xhakolli si përgjegjës, por siç thonë ato, grabitjen e tokave të fshatit, sipas banorëve, toka në fjalë është në përdorim të tyre prej vitesh dhe përdoret për bujqësi dhe blegtori, ndërsa dhënia me qira për investime energjetike është bërë pa transparencë dhe pa dëgjuar komunitetin lokal. Ata paralajmërojnë se protestat do të vazhdojnë për sa kohë që vendimi nuk do të anulohet. Mbledhja e Këshillit Bashkiak, ku miratua kontrata e qiras, është shoqëruar me tensione dhe përplasje fizike. Antari i Këshillit, Angel Shyti, i dal nga radhët e demokratëve Euroatlantik, është përplasur me Kevin Muçllarin pas një debati të ashpër në sallë. Policia ndërhyri menjëherë dhe arrestoi Muçllarin me akuzën goditje për shkak të detyrës. Banorët nga ana tjetër kanë reaguar ashpër ndaj arrestimit, duke konsideruar të padrejtë dhe duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të tij. Sipas tyre, Muçllari është provokuar gjatë debatit dhe nuk ka ushtruar dhunë fizike ndaj askujt. Në reagimet e para publike, drejtuesit e Bashkisë Pogradec kanë mbrojtur vendimin duke theksuar se projekti fotovoltaik është pjesë e zhvillimit të energjisë rinovueshme dhe se do të sjellë investime dhe vende pune në zonë. Por për banorët e Çoravës, ky justifikim nuk mjafton. Ata shprehen të vendosur të mbrojnë tokat që i konsiderojnë trashëgimi familjare dhe me koston e përplasjes me autoritetet lokale.